Kam parë disa të ri që janë artikuluar në mënyrë përsosmërisht të bukur, po pa veshjen politike. Kanë folur nga shpirti për problemin e tyre të vërtet dhe kanë kuptuar që problemi zgjidhet atëherë kur ti e shef problemin dhe jep rrugët e zgjidhjes. Pastaj ka pjesë politike që është futur në atë që quhet rreshti skalionit të partive dhe që kanë krijuar një problematik shumë të madhe, se një nga problemet më të mëdha që kanë sot partitë në Shqipëri është fakti që nuk ka demokraci në parti. Partitë ende nuk thonë dot mendimin e lirë dhe fjalën e lirë dhe partitë ende janë në fazën që nuk po kuptojnë çfarë duhet të bëjnë. Ne ende jemi larg prodhimit të politikës. Jemi ke elementi pushtetmbajtje dhe unë mendoj që e majtja dhe e djatha janë si ke drama e Dyrematit, që thot Stoli dhe Mbreti. Njëri është Stoli dhe tjetri është Mbreti. Ishin dy vëllezër siamez që ishin të njëjtë dhe njëri u bë Stol dhe tjetri u bënte Mbret. Fillonte Mbreti dhe fliste pa pushim, populli e respektonte, i duhet të shkonte të kryente nevojat e tij personale dhe vendin ja linte Stolit, kthehej Stoli në Mbret dhe Mbreti kthehej në Stol, që do të thot në mënyrë figurative, metaforike. Këto janë dy enë karteziane që bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Ende nuk kanë prerë kërthizën e prodhimit të nënës bazë që ka qenë Partia Socialiste. Dolën të dy nga njëta parti, që ishte Partia e Punës, vendosën pozicionet e njëri tjetrit, morën disa element nga bota, bën disa ndryshime diku të pranueshme, diku të papranueshme, krijuan mundësinë për fleksibilitete, por nuk krijuan kur zinxhirin e ADN-s së transformimit të një vendi, por krijuan hallka të veçanta, të cilat kur nuk u bën bashkë dhe kanë një përgjegjshmëri morale, sociale, politike, emocionale, qytetare dhe mbi të gjitha për jetën e shqiptarëve, se kanë marrë jetën peng të shqiptarëve dhe në emër të kësaj duhet tani të reflektojnë fort për të thënë çfarë zgjidhje duhet t'u japim shqiptarëve, sepse këta janë aseti më i madh që quhet kapitali human, të cilët në fund të ditës besojnë, duke filluar nga militantët, që besojnë shumë ke leadershipët, duke vazhduar këtë rinj që nuk kam pse t'ju mbyllin hapësirat, se ju kanë krijuar ato që quhet tavani qelq dhe muret e qelqta, duket sikur janë pjesë, por në fakt janë të ndarë me një mur të qelq ose me një mur pasqyrë që ti kur e sheh veten shkon përplasesh, por ndërkohë ti nuk ke mundësi të përballesh dhe që ju kanë munguar bashkë bisedimin me popullin. Dhe unë mendoj që një detyrim të madhe ka media që duhet të ngrëri në banaqe dhe në analiza, jo të njëjtët analist, po në nxjerrit të rinjt për t'i përballur me mendimin dhe me opinionet që të krijojnë mendim ndryshe. Të rinjt kanë patur gjithsesi mundësi të tregojnë veten edhe gjatë këtyre zgjedhjeve. Kemi disa personazhe të cilët krijuan lëvizjet apo partitë e tyre dhe konkuruan, por me sa duket nuk morën atë që prisnin. Ata prisnin që të kishin më shumë vota, prisnin që të kishin më shumë mbështetje. E gjitha skema e zgjedhjeve është një skemë korruptuese, që nuk lejon dot partitë e vogla që të arrin dot të marrin. Dhe kanë qenë me shumë mundë dhe dhimbje ato çfarë ata kanë bërë dhe kanë bërë mbi veten. Pra, si thua, janë munduar të kapërcejnë mbi veten e tyre për të realizuar të gjithë të pritshmërinë. Unë mendoj që ka ardhur momenti që politika duhet të japi zgjidhje problemit, sepse është kthyer në pjesë problemi. Ne dëgjojmë vetëm retorik të pastër, ne kaluam buxhetin e ri 2026 dhe buxheti 2026 nuk kishte asgjë për tre shtyllat kryesore, që ishte arsimi, që ishte shëndetësia dhe që ishte ekonomia, përkundrazi i kemi në stand-by dhe ti duhet kuptosh një gjë, ti nuk mund të zhvillosh një vend pa patur zhvillim intelektual dhe zhvillim human të cikleve të plota të edukimit dhe të formimit të tyre. Ne kemi raporte të njerëzve që janë në nevojë të qenieve me aftësi ndryshe, të cilat janë pothuajse të larguar nga historia e nevojave që duhet kishim në 2026. Pra, e kemi filluar këtë që në vitin 1990 e kaluam në nivelet të tjera, ndryshuam ca baza ligjore dhe jemi shumë larg pritshmërive që kërkojmë, jo vetëm ne, po e gjithë bota e zhvilluar.